ka nga ata burrat që u vijnë orësh. Për shembull po ta marrësh rastin tim familjar, të nëna ka qenë deputete nga viti 82 deri në vitin 96, domethënë se ka pas 3 mandate domethënë. Edhe tani babi përpiqeshte krahas punës si mjek, përpiqeshte bëte me këmbë dhe për ne fëmijët, domethënë 5 fëmijët, ishim 3 vëllezër dhe 2 motra domethënë. Dhe po ashtu kur shkote mami, se ne jemi me origjinë nga Peshkopia, kur shkote mami në Tiranë që kishte mbledhja apo në parlament e gjëra, atëherë dhe miq kur vinin domethënë të shtëpia, babi përpiqej bëte diçka me gra. Po, një radhë erdhi Haxhi Lleshi, që ka qenë presidenti i presidiumit domethënë, dhe babi u përpoq të bëhet drekën domethënë për 50 vjet, 60 vjet domethënë, e kishte edhe ai e kishte për herë të parë domethënë një numër kaq të lartë domethënë, dhe po ju si një mashkull do ndihmoni partnerin tuaj në punët e shtëpisë? po kur ishte Covidi domethënë, përpiqesha të bëja me ngrënë domethënë, se ke parasysh u izolu komplet gjithçka domethënë, dhe përpiqesha herë diçka fasule, herë diçka makarone, diçka mish domethënë. Po tani ka ndryshuar gjithçka, nëse du me ngrënë, i telefonoj atij, vije me motore, sjell përgjithësore picën, diçka të tillë, ose shkem në restorante kur je foni se gjendjen ekonomike ka mirë dhe është turp domethënë të bësh me ngrënë të shtëpia, pastaj nuk është higjienike, vije aroma e gjellës e ushqimit vije te shtëpia, më mirë shkon në restorante, aty ka restorante. Më higjienike është hash jashtë, mendoni? E vërtet.